edhe kjo për shumë edhe falë. Ajo përbarimin e ty ka bërë ndryshime në protokoll. Për shumë sepse edhe këto protokollit kanë gjithë prapavjen e vetë se njerëzit edhe i kritikojnë, nëse s'është e lehtë. Do të thënë, unë kam punu disa kohë në Vatikan për gjandar, për pjesën e sigurisë së papës, është puna më e vështirë. Pse është puna më e vështirë? Po sepse ai ishte i papë që do t'i takonte gjithë njerëzit dhe ka pas 2-3 incidente që se ju e kujtoni me të. Pra ishte i papë që nuk pyeste për protokollin, ku do shkojmë aty ai takonte gjithë, i do të gjithë, nuk donte makina të sigurisë lartë. Nuk donte makina të blinduara? I ndaloje makina. Ai makina e parë lëvizte me Ford Focus. Edhe në Shqipërinë që se mani mend, ka pas Ford Focus. Po, e vërtet. Dhe me panda nuk donte fare këtë pjesën e imazh të liderit të shtetit, perandorit. E hoqi këtë pjesë. Edhe rregullat për shembull ai ndryshoi shumë edhe rregullat e funeralit të papës, ndryshimet e fundit që bëri, të gjithë papët faktikisht ndryshojnë sa gjëra të vogla. Po, ka kërkuar të mos jetë në një arkivol. Por mos jetë në një, pra mos të duket si një ngjarje pompoze kaq e madhe për njerëzit. Dhe në sensin kjo është e bën atë një papë që do të ngjelet gjatë në histori e njerëzimit, jo vetëm të katolicizmit. Disa sqarime sepse abuzohet shpeshherë me këtë termin papa i parë. Për shumë gjëra që ka bërë Papa Francisco nuk është papa i parë. Pa diskutim, Papa Francisco ishte biri i kulturës vetë, ai ishte një latin që erdhi në Evropë, edhe shumë sjellje që evropianëve ju bëshin çudi vinin nga fakti sepse ai vinin nga një kulturë e tillë. Nuk është papa i parë që ka vizituar një vend musliman. Papa i parë që ka vizituar një vend musliman është Papa Gjon Paul II, udhtimi në Siri ku ka puthur edhe Kurani. Do të thotë dialogu me botën islame apo me çështjet ndërfetare nuk e ka nisur Papa Francisco. Nuk e tham këtë. Por është një traditë e gjatë që jo ndoshta e preku pak kikia, e sa pak në Irak. Në Irak po është hera parë që ka shkuar. Po jo në botën muslimane. Muslimane është e madhe. Okej. Kjo është pjesa po. Jo për treguar faktin që dialogu me botën jo krishterë fillon ka fillimin të jemi gati një shekull qysh me anulimin e anetemiveve, shumë gjëra të tjera, takimin e Spalit 6 te Nagor Xhaja, por gjëja e dytë për sa i përket këtij misterit dhe luksit. Tash pjesa e Hollywoodit banet pjesën e vet, por unë personalisht kam jetuar 5 vite, edhe kam pasur edhe shkollën në Vatikan edhe në afërsitë Vatikanit disa kurse që kam bërë, kam frekuentuar edhe arkivin e Vatikanit për kërkime shkencore të doktoraturës. Edhe të them drejt kur jeton aty, domethënë nuk e di se nga burën gjithaj mister dhe gjithaj luks. Është vërtet që ti kur shkon në Shën Pjetër, shikon vepra arti, shikon pjetanë e Michelangelo, shikon gjitha këto gjëra. Në fakt, Papa Francisco nuk i zhbani asnjë prej këtyre. Ato janë, do të thotë, vazhdojnë do të qëndrojnë sepse janë pjesë e patrimoniu kulturale që i zotëron Shteti i Vatikanit. Është e vërtet ajo. Disa gjëra të para i ka thënë vetëm Papa Francisco. Dua të përmend vetëm diçka. E ka thënë që vitin e kaluar që Zelenski duhet ketë kurajon të ngrej flamurin e paqes dhe të ulet për të bërë negociata me Rusin. Atë që sot thot presidenti Trump në fakt. E ka thënë vetëm një sekond. Që vitin e kaluar. Është një video që qarkullon në rrjet ku Papa i puth kamt disa personave me ngjyrë. Okej. Edhe është aludu. Një person që unë njoh një mik i jam që ka qenë diplomat atje në Sudanin e Jugut. Kjo ka shkaktuar një po themi tërmet në habijet e një shokim total. Në fakt, përpjekja Papa Francisco tela ka qenë. Ka shku ka taku gjithë krerët e fisëve që luftonin me vite dhe kishte viktima, dhe ka thënë, unë jam i gatshëm që t'ju puth edhe këmbët juve, mjafton që ju të ndaloni luftën dhe vrasjet e fëmijëve të njëri me tjetrën. Do të thënë, në këto aspekte, është e vërtet ka qenë, siç tha dhe zoti Hila, që ka qenë paksa evolucionare në këtë aspekt, sepse disa gestikulacionet e tija nuk kanë qenë normale gestikulacione që do të ishin e një papë evropian, sepse vjen nga kultura. Por nuk mund të themi, për shembull, këto ditë kam dëgjuar edhe kur ishte i smur që ka bërë revolucion. Në fakt edhe në vetvete kur papa merr një vendim për një diçka të caktuar, gjitha këto valigja, përshëndetja, këto janë gjëra protokollare që një pap ka ndorë të lëvizje të bëjë si doj. Por kur flasim për gjëra revolucionare, duhet të themi, kur kemi vendimet karakterit dogmatik që burojnë për një koncilit. Edhe në fakt, Papa Francesco ka qenë një vazhdëshmëri e jashtëzakonshme e asaj që ka qenë tradita apostolike, tradita e kishit. Biles, në shumë gjëra, ka qenë ndoshta edhe më konservator se vetë konservatorët, nëse flasim këtë gjuhën gazetareske,
liberal apo konservator. Sigurisht i ardhëm nga një vend i varfën, që qishte, ose ai për shembull si meshtari i ri, nëse him në biografinë e vetë ka shkuar nëpër favelaset. Ka kalu një kohë të madhe nëpër favelas. Favelas janë të lagjet që janë në lagjet e varfra. Dhe pa diskutim që luksi i shumë vendeve të Europës, edhe i familjeve katolike, po edhe një pjesë e mirë në struktura. Nuk duhet harrojmë që kisha në Evropë ka një histori pothuajse gati 2000 vjeçare, janë 1700 vjet që ka jetuar në peranduri dhe shumë gjëra që kisha i disponon nuk janë fryt i një dëshire të luksit, por janë çështje strukturore që janë të akumuluar me kalimin e shekujve. Prandaj në disa aspekte duhet jemi përqend precis. Kishte diçka për shtuar dhe gjëmate. Se vetëm një fjali, një nga gjërat për luftën e Ukrainës, që ka bë papa. Jo, me që më kujtua detaj që ka kërkuar që Zelenski. Më të rëndësishme gjykimit. Të ngre flamurin e paqes. Që u sulmu Ukraina, Bergoglio ka zbrit vetë dhe i ka shku në shtëpi ambasadorit të Rusisë. Ka kërkuar në Vatikan, ndaloni luftën. Pra që të zbrese papa dhe të shkojnë në këmbë. Në këmbë ka shkuar? Në këmbë, tek ambasadori i Rusisë ka thënë ju lutem ndaloni luftën. Pra tregon madhështinë e këtij thjeshtësinë dhe madhështinë në të njëjtën kohë. Në të njëjtin moment. Për dimensionin human apo social apo thjesht unë besoj që buron dhe një tjetër arsye. Me që po themi se për herë të parë, megjithatë do të thuam për herë të parë, ky ishte një pap që nuk vinte nga ajo aristokracia papnore e Vatikanit, pra nuk ishte një produkt i asaj administratës së Vatikanit, por vinte nga shumë larg. S'është papa i parë. Dhe biles as gjuhën italiane nuk e dinte mirë në momentin kur ju besua. Kikia ke një problem me mikrofonin, po më thotë regjia, ndjes të jap fjalën Hilës derisa të vi regjia ta rregulloj. Hila, kishe diçka për të shtuar në të pjesë, kam një pyetje. Çfarë do ndodh tani në Vatikan? Papa revolucionari kisha nasin e veprime diplomatike të jo në dogmatike, sepse nuk e njoh dogmën që të themi që ta gjykojë, të themi që bëri ndryshime në dogmë. Unë e kisha në drejtimin diplomatik të tij dhe mendoj që është një pap i cili padyshim që do lëj gjurmët e veta. Madje unë mendoj që do lëj më shumë se sa Wojtyla dhe Ratzinger, sepse ne i kemi ndjekur të gjitha të paktën Wojtyla dhe Ratzingerin i kemi ndjekur në të gjithë udhëtimin e tyre, që nga momenti që u zgjodhën deri në momentin kur u larguan nga jeta. Kështu që unë mendoj që ajo që tha kolegu që është një social, po, është vërtet ka qenë më social se këta, e bëri kishën më popullore, më afër njerëzve, sikurse nuk ndajte njëjtin mendim me Kikin për sa i përket luksit të kishave të. Luksi kisha nuk buron nga puna e të varfërve, buron nga dhuratat të pasurve. Dhe kjo është madje edhe një ndër arsyet e ndarjes së kishës katolike me kishën protestante për luksin e kishave, luksin e prelatëve, po dikur ka pasur një abuzim të prelatëve, le të themi në kohën e rilindjes me luksin e tjera. Po mos harrojmë se jemi në kohën e feudalizmit, ku në një farë mënyrë ata ishin edhe feudal. Kështu që nuk është vetëm çështje e prelatëve të kishës, është edhe çështje që ata ishin edhe feudal. Do thonë duhet ta shohim gjithçka në kontekst. Dhe mendoj që ato që se mos ia frymzuar nga Maradona, më që thoshte shihni këto, po. Mendoj që ato bukurit e Vatikanit edhe të kishave kur hyn aty që lëre se ka